Një ndërtesë në Tiranë është legalizuar në 2000, po themi mund të ketë qenë 600 euro, 500 euro metri katror, dhe tashmë ka shkuar 1200 euro metri katror. Për këtë 600 euro është një diferencë, paguhet 5%. Normalisht po tashiste sot do paguan të 15%. Kështu që është një fitim për qytetarët, ky është njëri aspekt. Aspekti tjetër është qeveria, do mbushi buxhetin. Po, siguron të ardhur. Dhe ky është aspekti kryesor. Po të marrim historik të shohim, në 2011-2013 është bërë një rivlerësim që ka qenë 1%, dhe logjika kjo është, do me thënë, unë të parapaguaj taksën, edhe pse nuk mund mos ta shes për 10 vjet, për 15 vjet, por ndërkohë ti e ke marrë taksën, një taksë që nuk është drejt në logjikë sepse unë s'kam kryer transaksionin. Në 2016-2017 në kaluam në 2% dhe në 2020-2022 në 3%. Tani po kalojmë në 5%. Atëherë të ardhurat nga taksat, 2011-2013 ishin rreth 4 milion lekë të reja, rreth 5.7 ishin në 2016-2017 dhe 13.8 është 2020. Tregon që edhe kur ishte 2%, po themi, po marrim atë të mesën, nuk është se ishte interesi maksimal në kuptimin, sepse pompohet shumë edhe tek drafti, përmendej tek, po themi, shpjeguesi ose relacioni i draft ligjit, shpjegohej që ishte në interes, kishte kërkesë të madhe e kështu. Dhe pika e tretë, që përveç mbushjes së buxhetit që ishte e dyta që është, për mua është thelbësorja pse është bërë ky ligj. Që tani do shohim për pak muaj, 2-3 muaj, se si gjithë, po themi ajo, fortuna e ngritur e kryesuar, edhe nga mediat, po nga shumë nga agjensitë imobiliare ose real estate, që thoshin që po presim rivlerësimin nuk po bëjmë shitje. Do presim 3 muaj, kemi kohë, nuk ka më justifikim. A do rriten prapë çmimet? A do ketë më shumë shitje? Se ja, erdhi kjo, e miratuan, e kryqëzuan zotin Rama, na premtoi në 2023-shin, nuk na i miratoi 2024-ën, 2025 ai iku kështu sepse kishim hall sa të miratoj, i kemi lënë stok aty shitjet, ata që ka nevojë dhe për të shitur dhe për të bler, do ta gjejnë mënyrën. Por ideja është justifikimi i kësaj, unë nuk dua ta quaj fluks të madh. Jo, për efektet çmimeve tregon një diçka që nuk ka shitje. Tregu është ku ndërpritet, ose çmimi i mirë ku ndërpritet kërkesa me ofertën.